droge dhe janë arrestuar 3 persona të dyshuar të pandeurit nga data pa vërtetuar dhe në vazhdimsi deri me datën 23 prill në Prizren pa autorizim dhe në bashkëkryerje kultivojnë bimen, kanabis sativa apo edhe marihuan me qëllim të prodhimit të narkotikëve ose substancave psikotrope në atë mënyrë që në një objekt të mbyllur krijojnë një laborator të brendshëm indoor ku kanë kultivuar dhe kanë rritur rreth 200 bim kanabis sativa, kanë bërë tharjen e tyre dhe i kanë përgatitur për shitjen e treg. Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale, kultivimi i bimës së hashashit, shkurrës së kokainës ose bimëve të kanabisit, nga neni 272 i lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Po ashtu të njëjtit pa autorizim dhe në bashkëpunim me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, kultivojnë bimën kanabis sativa me qëllim të ofrimit për shitje, e cila me ligj është shpallur si narkotik në atë mënyrë që të pandeurit pasi sigurojnë narkotik nga kultivimi që i bën vetë bimës, planifikojnë shitjen e narkotikëve personave të ndryshëm në të Republikën e Kosovës. Mirë, nuk hapëm të gjanë? Po. A ka të dhëna për përfshirjen e ndonjë zyrtari policor në këtë laborator? Jo, për momentin nuk ka informacione se është përfshirë në një zyrtar policor. 3 të pandeurit janë arrestuar, ata gjenden nën masën e ndalimit 48 orësh dhe brenda afatit ligjor për të njëjtit, Departamenti i Krimeve të Rënda do të parashtrojë kërkesë për caktim të masës së paraburgimit. Ka njoftuar prokuroria duke dhënë detaje të plota rreth këtij rasti. Nuk hepëm të gjanë apo jo? Çfarë kapaciteti të prodhimit kishte ky laborator? Sa kishte kapacitet prodhues? Po aty tash edhe është sekuestruar edhe banesa. 200 bim janë gjetur, domethënë ka qenë një sipërfaqe e theksuar. Vlen të përmendet se gjatë këtij aksioni dhe me rastin është marrë edhe kryeprokurori i Prizrenit Petrit Kryeziu, i cili i pari edhe ka bërë me dije për këtë aksion që kanë pasur prokuroria me bashkëpunim me njësinë e hetimeve renale të trafikut nga Çekova. Mirë, faleminderit shumë Nuhe për këtë lidhje direkte. Goxha e shkurtë e kam, dyshohet se rrjeti mund të jetë i zgjeruar. Do të thotë rrjeti mund të jetë i zgjeruar, po ky mund të jetë vetëm një fillim, pastaj për të kapur dhe të tjerët apo jo? Mirë, shpresojmë që të dalin në sipërfaqe edhe të tjerë laborator dhe të dalë në pah i gjithë ky rrjet i cili është duke punuar. Andaj të pyeta se është i përfshirë edhe ndonjë zyrtar në këtë rast. Ka dhe shtetas të huaj. Njëri nga të arrestuarit është shtetas i huaj. S'të dëgjova mirë? Njëri nga të arrestuarit është shtetas i huaj. Shtetas i huaj. Mirë, besoj detaje do zbulojmë edhe ditëve vijuse. Faleminderit shumë, Nuhe.